Apo bëhet lindja e mesme ndjepiri i inteligjencës artificiale pas marrëveshjeve që arritën dje me presidentin amerikan. Donald Trump siguroi disa marrëveshje ekonomike në vlerë prej $1 trilion në shtetet e lindjes së mesme gjatë turneut të tij në këtë rajon. Dhe një pjesë e këtyre marrëveshjeve kanë të bëjnë me qipat kompjuterik që përdoren për zhvillimin e inteligjencës artificiale. Ja se për çfarë bëhet fjalë. Prodhuesi amerikan i qipave, Nvidia është kompania numër 1 në botë pa konkurrencë për prodhimin në masë të qipave të avancuara për AI. SBA kishte vendosur kufizime për eksportimin e këtyre qipave jashtë vendit, kryesisht që të mos bie në duart e Kinës, rivalit kryesor të amerikanëve në fushën e inteligjencës artificiale. Por kjo po ndryshon. Tani Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë siguruar marrëveshje për blerjen e këtyre qipave. It is an incredible vision indeed that Saudi Arabia should build the AI infrastructure of your nation so that you could participate and help shape the future of this incredibly transformative technology. Nvidia do ta furnizojë me qipa Humain, kompaninë e re shtetërore saudite të inteligjencës artificiale. Dhe jo çfarëdo qipa, arabët do t'i blejnë qipat Blackwell, modelin më të ri të Nvidias të promovuar këtë vit. Pra, fjalën e fundit të teknologjisë në këtë fushë. Por jo vetëm Arabia Saudite. Nvidia do t'i furnizojë edhe Emiratet e Bashkuara Arabe me 500.000 qipa në vit, sipas raportimeve. Tani lindja e mesme ka në dorë teknologjinë më të kërkuar në botë për momentin. A mund ta shfrytëzojmë për ta kthyer rajonin në një pikë referencë globale për inteligjencën artificiale?